Ky është Shiaku i sotëm, një qytet që shikon vetëm përpara. Shikoni këtë lagje të re, këtë model të urbanizimit modern dhe të jetesës me dinjitet. Shiaku ka ndryshuar mbas tërmetit të nëntorit 2019 dhe sot është gati për hapin e radhës të madh, atë të zhvillimit. I pozicionuar në mënyrë strategjike, në zemër të korridorit më të fuqishëm ekonomik mes Tiranës dhe Durrësit, Shiaku është një thesar i madh për t'u zbuluar. Këto kodra fantastike kanë potencialin të shndrohen në Toskanën e Shqipërisë, një parajs e agroturizmit dhe natyrës. Ky vizion po bëhet realitet. Për kryetarin Elton Arbana dhe Bashkinë Shiak, prioriteti tani është i qartë, zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik për Shiakun. Fal paketës së maleve të shpallur nga qeveria shqiptare dhe kryeministri Edi Rama, janë shpallur fitues projektet e para, të cilat do të jenë një motor i ri i fuqishëm ekonomik që do të hap dyert për të gjithë emigrantët tanë. Ejani, investoni në shtëpinë tuaj, në tokën e të parëve dhe ndërtoni suksesin këtu. E ardhmja nuk pritet, ajo ndërtohet dhe ne po e ndërtojmë çdo ditë, sepse ne e dimë mirë ku ka vullnet, ka zgjidhje. Për familjen, për zhvillimin, për të ardhmen. Shiaku, zemra jon.